Gati ndeshja e radhës për kategorinë e peshës dhe në 75 kg, Jurgen Tahiri, Shqipërisë, kostumi i kuqë, një boksier që vjen nga qyteti i Vlorës dhe shoqërohet nga trajneri i tij Gëzim Zeneli. Përballë tij është boksieri tjetër shqiptar Besian Karaj, që shoqërohet nga trajneri i tij Koçi. Ndërkohë në ring është gjyqtari Oltion Kraja, gjyqtari ndërkombëtar, ish kampioni i boksit shkodran, i cili tashmë është në rolin e gjyqtarit. Oltion Kraja, gjyqtari i ringut, ka nisur raundi i parë, një duel shqiptarës dhe ka nisur me shpejtësi Besian Karaj, kostumi blu, që është më shpërthyes në këtë fillim përsëri Karaj, kundër përgjigjet Tahiri, duket me pozicional Tahiri, por përsëri Tahiri, edhe Karaj është reagon Karaj, pra ka rivalitet, që të dy boksierët shkëmbejnë goditje në të dy krahet. Një duel interesant, që të dy janë boksierë dhe bjavë bukur në të momente Tahiri, që të dy boksierët janë boksierët e ekipit tonë përfaqësues. Vazhdon boksimi për raundën e parë, shumë interesanti kjo ndeshje rivalësh. Tenton të marrë iniciativen boksieri blu nga Tirana Besian Karaj, por vlonjati Tahiri kundër përgjigjet. Një duel Vlorë-Tiran, një duel trajnerësh dhe Gëzim Zeneli dhe Artur Koçi i Tiranës, që ka pranë kolegun e tij Saad Bushati. Vazhdon boksimi, një majtë e fortë e Karajt, përsëri Karaj, reagon Tahiri. Duket se ka më tepër e përsi boksieri blu nga Tirana Besian Karaj, por sidoqoftë është gjithçka në rivalitet të plot. Një raund me të vërtetë interesant, me luftë fortë sportive. Dy boksierë që e majta përsëri e Karajt, dy boksierë që e justifikojnë dhe grumbullimin e ekipit tonë kombëtar, që dy boksierë që mosha atyre është e re dhe e ardhmja atyre është e garantuar për të përfaqësuar edhe Shqipërinë në eventet ndërkombëtare. Mbyllet raundi i parë në mes boksierit Jurgen Tahiri, kostumi i kuq, shoqërohet në ring nga Gëzim Zeneli, trajneri i tij, dhe në krahun tjetër është boksieri nga Tirana Besian Karaj me trajnerin e tij Artur Koçi. Sokol Boliçi, rivalitet. Një ndeshje e bukur, ndeshje e fortë nga të dy boksierat, po shkëmbejnë goditje nga më të ndryshme, në pozicione të ndryshme, por me një diferencë vogël. Rondin e parë, për mendimin tim, dominon Kandi Blu, boksieri Artur Koçit, por në vazhdimsi në rundin e dytë dhe në rundin e tretë, them që do ndezet sfida, por do e fitojnë kush paraqet përgatitje më të mirë fizike në këtë ndeshje. Faleminderit kampioni Boliçi, një analizë me të vërtetë e përpikë, që i shërben dhe orientimit të shikuesve tanë të shumtë në Shkodër, Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, kudo që valet e rrethësh së Shkodrës, që po transmeton në mënyrë ekskluzive të aktivitetet
të drejt për drejt nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi i Shkodrës. Pra një orientim për shikuesit se të jenë më special dhe më të vëmendshëm në ndjekjen e ndeshjes. Një përsi jam dakord edhe unë me Bulicin, pa dashur të futemi në kompetencat e analizës profesioniste të specialisteve. Ka një përsi më të lehtë Besian Karaj nga Tirana, pra boksieri me kostumin blu, që në këtë moment e lëshon goditje. Nga majta djathtë, provon nga poshtë përsëri e djathtë drejt për drejt e Karajt. Ka të drejt Bulicic, që Karaj ka marrë e përsin tashme. Vetëm një reagim i boksierit Tahiri në raundin e dytë mund të ndryshonte raportet në ring, por nuk lëshon. Besian Karaj nga Tirana nuk lëshon. Nuk lëshon dhe vazhdon të ketë kontrolin e ndeshjes. Që të qofë është një duel për të vlerësuar, një duel shqiptarësh, një duel Vlorë-Tiranë. Tahiri Vlorë, Karaj Tiranë. Dy shkollat e boksit shqiptar që i kanë dhënë shumë sportit luftarak të boksit në vitet e rikthimit të tij, në vitet 90, pasi për shumë vite, që nga viti 67 dhe në 90-ën sporti i boksit ishte u privua nga konkurrimi. Pra Vlora dhe Tirana dhe natyrisht Shkodra, epicendra, absolutja, kryesuesja e boksit shqiptar me në krye trajnerin pasionant Zev Xhoni, me një breztart kampionësh mes të cilëve dhe analisti Sokol Bulici, që kam teftuar sot në këtë transmetim të drejt për drejt, mban rekordin e titujve kampion. Prej shumë vitesh është ekipi më i mirë shqiptar në historinë e boksit shqiptar. Vazhdon në raundi i dytë. Është një blokim dhe menduam që mos ka ndonjë knockdown, por jo, vazhdon boksimi dhe iniciativa i takon Karajt. Por është rezistent dhe luftarak, rivalitet ndonë se ka shenja lodhje Besian Karaj. Si të qofë kjo round po mbyllet dhe u mbyll me një e përsërit e boksierit nga Tirana, Jurgen Tahiri Bulici. Ka mendimin që e thedhoj avantazhin Tahiri nga Tirana. Vazhdon të jenë një ndeshje e fortë me rivalitet, ku edhe bokseri vlonjat po jep maksimumin, po reziston, po bokseri këndit blu them jep goditje më të sakta, ka më forcë goditse, është më mirë fizikisht se bokseri vlonjat. Bokseri vlonjat po paraqet shenja lodhje tani, do shohim rundin e tretë. Po ka dhe diçka të veçantë që bokseri i këndit blu është edhe menxherash, sallak si i thojmë na, edhe ka më avantazh. Mendoj që edhe këtë ndeshje do fitojnë bokseri i këndit blu. Faleminderit Bulicin, ndërkohë ne kujtojmë që në ditën e parë të turneut të ndërkombëtar të boksit Memorial Vllaznia 2025 kemi pasur këto çifte. Italiani Zamboni Eros Antonio është mundur nga Emanuel Koço i Shqipërisë, bokser nga Vlora, ndërkohë që me pas Tomislav Dinovic nga Marizi ka mundur Anton Torres të Italisë. Ndërkohë ndeshja radhës pesha 65 kg, Ani Haxhidari i Shqipërisë ka mundur italianin e Kjurg Mansor Tarik, dhe në peshën 70 kg boksieri kosovar Loris Idrizi ka fituar me Dian Uri Kavatezini të Italisë. Pra çifte këto që i takojnë ditës së parë, ndërkohë që rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për raundin e tretë, që është raundi final, që do të përcaktojë fituesin
e peshës deri në 75 kg. Jurgen Tahiri i Shqipërisë, boksier nga Vlora, me kostumin e kuq, dhe Besian Karaj i Shqipërisë me kostumin blu, i përfaqësues klubit Tirana. Duket që tashmë boksierët kanë filluar të shfaqen dhe shenja lodhje, me tepër këto shenja dallohen tek boksieri Tahiri, por edhe Karaj nuk e ka freskin raundet e parë dhe të dytë që shpërthejnë në goditje, por lëshon një të majtë e tij. Duket që majta e Besian Karajt është arma e tij më e fortë. Godet edhe me të djathtën, por e majta ka më tepër potencë. Lëshon goditje edhe e vlonjati Jurgen Tahiri, por janë goditjet që nuk mjaftojnë për të ndëruar, ndoshta për të përmbysur avantazhin e pike varazhit të Tiranasit Karaj, që kemi bindjen se bashku me specialistin Buligje që ka marrë pikëzimin e duhur për të qenë ai fitues i kësaj ndeshje, por të presim edhe pak, nuk ka shumë kohë, janë sekondat e fundit e raundit të tretë, raundit final, dhe Karaj kërkon ta mbyll me sulm. Një duel shqiptarësh, një pasqyrë pozitive e nivelet e boksit shqiptar, dhe ja shikojmë edhe sinjalin e gjyqtarisë, koha dhe pak sekonda. Sa sekonda janë kur është hyrë para lajmërim së gol? Dikun të 10 sekondëshi. Dikun të 10 sekondë është përpara se të bi gongu, si gongu erdhi, është goditja me paralajmëruese dhe mbyllet raundi i tretë në duelin e mes Jurgen Tahirit të Shqipërisë nga Vlora dhe Besian Karajt nga Tirana, kategoria pesësh 75 kg. Një duel me të vërtet cilësor, apo jo Sokol, kam bindjen se shfaqen nivel të kënaqshëm. Një ndeshje që dha emocione, ndeshje shumë e fortë. Të tërë raundet ishin pothuajse të njëjtit nivel, po për mendimin tim goditje më të sakta dhe më i përgatitur për këtë ndeshje them që është boksieri i kanët blu. Megjithatë të presim tashmë kryegjyqtarin Edmond Qiplaka, i cili sapo ka marrë mikrofonin e sallës. Ashtu është Besian Karaj, boksieri i Tiranës, është shpallur fitues dhe kampion i Memorialit Vllaznia 2025. Duhet jemi kënaqur Sokol që nuk gabuam në analizë. Natyrisht ju jeni profesionist, por pak a shumë edhe unë kishte të njëjtin linjë dhe ishim të saktë në parashikim. Patjetër, se edhe ti nuk i ke mungu boksit shkodran, po ashtu edhe shqiptar, duke përfaqësuar mënyrën më të mirë dhe ke krijuar ti eksperiencën tate. Për mendimin tim kjo ndeshje ishte ndër më të bukura deri tani, ishte ndeshje shumë e fortë. Të dy boksierët paraqiten vlerat e tyre më të mira, dhanë maksimumin, po fitoren gjithmonë e merr ai që e meriton, siç e meritoi boksieri i Tiranës Artur Koçi. Po shpërtahen tashmë medaljet, sapo e mori medaljen e nën kampionit Vllonjati Tahiri, ndërkohë medalja kampionit Besian Karaj. Rikthehemi në kujtimet me Sokol Borisin. Drejt ajo që tha ju, kam vite që ju ndjek vllaznin, vëmdarit kombëtare dhe sidomos ato ndërkombëtare,